Me shumë gjas është luftëtari gjallë me më së shumti plagë në trup. Bujar Haradinaj ka hiq më pak se 18 sosh që të gjitha të pësuara në luftën që i solli lirin vendit 27 vjet më parë. Ato, ish pjesari i zonës së Dugaxhinit, i mbetoi ani se njërë nga betejat e fundit ishte përgatitur edhe varri. Të regoj drejtu, në kam qenë edhe i vdekun, sidomos në 6 qershor 99, kur kam marrë dikun më rrasaj 12 plagë për njerë. Dhe ishë ofenzive ma dhe atë ditë më kanë dek 2 shokë të mitë që i kom pas krejt kohën, dhe më thonë ishë 6 ditë para përfundimit luftës, Buri Mustafa dhe Shpend Mala, edhe më plagos shumë djemë tjerë që kem qenë bashkë. Atë ditë jënë qelë 2 vorre, 3 fakt jënë qelë, një qelë edhe për mu, se i ka thonë Ramushi qelën edhe një vorë, dhe në të gashëm se s'po dijet apo pështon bujari. E një vit më herës, snajperia kishte përshkruar komplet pjesën e gojës. Gjatë gjithë luftës në zonën operative Dugaxhinit, kam pas disa plagë që i kom marrë trona. Një për tyne ka qenë 12 gushtit natën 8 ofenzives, kur forcat serbe kanë marrë ofenzivë shumë madhe për me paka shumë me mujtë me shty pak pozicionit ku i kem pas në ato shtrisë lindrarët Kosovës në atë kohë, gjithë pjesën e zonës Knena. Kam pas snajper të marrun këtej edhe dalun këtej, do me thonë onë për tej. Ka qenë një, do me thonë edhe mjekët e kanë mas një kohë, kanë thonë që kjo është e pamujshme me hi kështu dhe me dalë plumi edhe mos me prek asë një pjesë që do më thonë asë një ofën, asë kur gjo. Ka qenë në fatkeqësi që. Por, pavarësisht gjithë këtyre dhimbjeve, Haradinaj nuk është penduar për kontributin e dhënë në luftë. Jo të gjitha i maj në trup dhe i maj me krenari, e di pse i kom marrë, edhe nuk jam pjeshmon për kur gjo që kom bo për vendin tamë. Ushtari i zonës operative të Dugaxhinit, Bujari Rëfen, edhe një moment të vështirë gjatë luftës, kur komandanti i kësaj zone, Ramush Haradinaj u plagos rënd. Në rastisi që Ramushit plagosit dikun rreth orës 1 ditës, edhe plagë serioze. Dhe më thonë ka qenë në dorë i shpuman për tej, dhe më thonë dorën e djathë e ka pas jashtë funksionit, po ka qenë edhe me 4 shpumje në kofsh, dhe më thonë që ishin plagë shumë trona edhe kishë gjakderdhje shumë madhe. Edhe tash ish problemi se nuk kishë qenë mas ndim parë, dhe më thonë s'kisha qysh me lidhë plagë. Bujari të martën mori pjesë në përvjetorin e 28 të epopesë të Dugaxhinit, kur forcat serbe e shënjestruan familjen Haradinaj, pjesë e të cilës është edhe vetë. Ja, ditë ka qenë një ditë pranvere, dhe me thonë e marsit, edhe ne u përgatitshim për ngjarjen që do të ndodhë këni ditë. Nuk e kem di që do të ndodhë me 24 mars, po mas ngjarjeve, mas sulmit që ndodhi në familjen e komandantit legjendar Adem Jashari, atëherë pika 2 ishte zona operative e Dugaxhinit. Ne si familje kem qenë zbulum qysh herët, edhe forcat serbe jugoslave kanë ditë, për arsye se Leoni është vrarë në maj të 97-ës, edhe ne jem kontë identifikum si familje, edhe si pikë përgjigje për zonën operative që i përket bartjes të armatimit prej kufirit Shqipërisë edhe lidhja me Drenicën. Ne kem pas të gjithë armatimin, ne kem pas të gatshëm, me çanta, me armë, dishim se cili ku i kem tonat, se dishim që do të ndodhë një ditë. Edhe aty ka nisë beteja. Po, ne kem pas një shtëpi afër prej ku ka qenë shtëpia Ramushit, ka qenë shtëpia e një serbo-malazezi, ndërsa forcat serbe ishin pozicionu aty, edhe e kishin parrëdhu gjithë fshatin. Më thonë, ndërhyrja ka qenë shumë shpejt, dikun për 15 minuta kanë ardhur shumica e forcat, dhe më thonë që. Në këtë ditë ranë dëshmor Him Haradinaj, si dhe gazmend e Agron Mehmetaj.